i legjislacionit në fushën e artit, kulturës dhe librit. Ju nuk mund të imagjinoni taksat që janë vendosura mbi librin, të cilat e largojnë me kilometra librin nga lexuesi për shkak të çmimeve të larta që imponojnë. Rikthimi i detyrueshëm për të gjitha bibliotekat publike për të patur librat që publikohen të autorëve shqiptar, po dhe autorëve të huaj. Një përpjekje e madhe do të bëhet për promovimin e librit, i cili po syrgjynose. Nuk ka asnjë mbështetje përkundrazi. Ka vetëm barriera të mëdha fiskale e të tjera. Arti skenik dhe kinemaja. Ne angazhohemi të ndërtojmë theatrin kombëtar siç ishte aty ku ishte. Ne paralajmërojmë sipërmarrësin që në kundërshtim me kushtetutën, me vendimin e gjykatës kushtetuese, zbaton një deal të bërë me kryemafioz. Ajo tokë është tokë e theatrit kombëtar. Dhe sado kate që të ngreshti aty, ato do bëhen të paqena, sepse aty do ndërtohet theatri siç ishte. Centimetër për centimetër. Ndaj dhe kënda para me Edi Ramën apo Erion Velin, ato është puna jote, po trullin e theatrit nuk do ta gëzosh kurrë. Je i ndëruar në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Qeveria angazhohet të mbështesë diversitetin kulturor të minorancave. Atë një pasuri kombëtare. Po, do të sponsorizoj Alfilmin, filmin shqiptar dhe bashkëpunimin e tij ndërkombëtar. Ne konsiderojmë dimensionin e kulturës si dimension ndër më kryesorët për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kultura është idea europiane e kombit tonë. Ndaj dhe ne, me këtë dimension, do përqasemi drejt Europës me dignitet. Institucionet tjera kulturore, Instituti i Monumenteve të Kulturës, do të mbështetet fuqimisht. Kornizat ligjore do ndryshojnë. Pra, në një harë kohor të shkurtër, ne do bëjmë gjithçka për transformimin ligjor, institucional, financiar të situatës dramatike në cilën sot është kultura shqiptare. Statusi i artistit,
A e dini që sot mund të ketë artist që s'ka të sigurt pensionin, se se kanë paguar sigurime shoqërore, e tjere. Merr fund, do ketë një status për artistin në Shqipëri, edhe për shkrimtarin. Dhe do bëhet gjithçka që roli i tyre në shoqëri tjetë një rol i merituar. Këto ishin disa nga çështjet kryesore që desha sot të paraqes para shqiptarëve dhe të garantoj botën e artit dhe të kulturës se qeveria ardhshme do t'jetë një mbështetëse e fuqishme e tyre. Do i rikthej artit kulturës dignitetin, shpresën, perspektiven. Faleminderit. Kalojmë te